Bëhemi gati për të shkuar te koncerti i Albanit. Normalisht make-upi ishte më baziku në botë, edhe flokët vendosa që t'i bëja këto kaçurrelat si tall, ndërsa për veshje vendosa pantallonat dhe bluzen e parë, bashkë me trench coatin dhe nisemi për në koncert. Aty u takova dhe me Claudian dhe e shijuam koncertin të dyja bashkë. Koncerti u hap me dy artistë të rinj, të paktën unë nuk I njeh, ndoshta janë të rinj, ndoshta jo. Kishte edhe Kiss Cam, e cila ishte një moment shumë I bukur ku njerëzit I dhuronin dashurinë njëri tjetrit dhe më pas u bë dhe hyrja e Albanit. Sigurisht që stadiumi ishte mbushur plot e për plot. Albani këndoi disa nga këngët e tij më ikonike, rreth 3-4 orë koncert në mos gaboj, dhe më besoni të dëgjoje live këto këngë të kënduara nga ai ishte komplet tjetër ndjesi dhe emocion. Kjo patjetër ishte një nga këngët më emocionuese, e cila edhe pse ishte nga albumi I ri, njerëzit e këndonin në kor. Një nga të ftuarit ishte edhe Elgit Dota, I cili këndoi disa nga këngët e repertorit të tij. Dhe më pas patjetër ëmbëlsira për në fund ishte Miriam Cani. Më beso nuk është e kur ti fle